Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural ka njoftuar fermerët përfitues të masave të skemës kombëtare 2026 për afatet brenda të cilave duhet të plotësojnë dokumentacionin dhe kushtet e përfitueshmërisë. Listat e përfituesve për masat 1 deri në 4 janë publikuar më 21 korrik, ndërsa afati 20 ditor për plotësimin e kushteve përfundon më 10 gusht 2026. Për masat 5 deri në 7 dhe masën 9, listat janë publikuar më 24 korrik dhe fermerët kanë afat deri më 13 korrik për të përmbushur kërkesat e përcaktuara. Sipas AZBR-s, aplikantët e shpallur fitues duhet të dorëzojnë dokumentacionin përkatës dhe të plotësojnë të gjitha kushtet brenda afateve të përcaktuara. Agjencia nënvizon se dokumentacioni i paraqitur pas përfundimit të afatit nuk do të merret në shqyrtim, ndërsa aplikantët që nuk përmbushin kushtet e përfitueshmërisë brenda afatit do të skualifikohen nga skema mbështetëse. Skema përfshin 12 masa mbështetëse të ndara në 9 masa me pagesa direkte dhe 3 masa investimesh. Aplikimet për fermerët u hapën më 25 maj 2026 dhe u mbyllën më 6 korrik 2026, pasi afati fillestar i parashikuar deri më 26 qershor u shtyp për t'u dhënë më shumë kohë aplikantëve.